diskutua në takim? Po, patjetër Dorontina që do vazhdojmë madje të diskutojmë për takimin I cili po ndodh edhe gjatë kësaj pjese, siç e paralajmëruam pak më herët, do të diskutojmë me një panel të ftuarish lidhur me atë se çka mund të prodhoj takimi, I cili sipas raportimit të gazetares Fytie Kamberi ka afër një orë që ka nisur, për takohen lideri I Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti bashkë me atë të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, teksa u theksua se një ftesë ka shkuar edhe Partisë Demokratike të Kosovës, por jo Hamzës. Gjitha këto do I diskutojmë gjatë kësaj pjese. Të ftuar sot në studio kam Argjend Softollin, analist. Argjend, mirë se erdhët. Mirë se gjej, faleminderit. Për krahati gjendet politologu Avdi Smajlaj. Smajlaj, mirë se erdhët. Përshëndetje. Po nisim me juve, profesor. Një takim I thirrur për sot, ka një orë që pothuajse ka nis, konsiderojnë se partitë politike janë vonë apo këto 22 ditët e mbetura janë të mjaftueshme për të bërë kompromiset e dura për zgjedhjen e presidentit. Mendoj se është takim I vonshëm, do të thoja, I vonshëm edhe në rast se krahasoj me datën kur ka dalë aktgjykimi I gjykatës kushtetuese, po kjo reflekton mungesën e vullnetit partive për gjetë një zgjidhje, sikur të ishte vullneti, kjo çështje do të harrohej çmati, nuk do shkonte fare në gjykatën kushtetuese. Mirë po edhe pas aktgjykimit, sikur partitë u vonuan, sikur nuk I dhanë shumë prioritet, sidomos partia më e madhe që ka mundësinë më të madhe, nuk e pa shumë me prioritet me njëherë pas aktgjykimit gjykatës kushtetuese për të vepruar. Edhe në dërgimin e ftesave është pak ndoshta e habitshme, më duket që herën e kaluar fillimisht ftesa I ka shku partisë më të madhe, Partisë Demokratike. Ndoshta edhe për shkak të mundësisë që I ka, për shkak numrave, për t'i dhënë një zgjidhje këtij problemi që kanë kriju partitë politike, cilave po mungon vullneti që t'ja japin një president. Dhe tani është pak e çuditshme pse ky ndryshim. Apo a na tregon kjo që ndoshta Kurti ka dëshirë që ta bëjë këtë marrëveshje me LDK-n? Në ato mundësit. Sikur të ishte kjo dëshirë do të bëhej çmoti. Domethënë, po nuk ka qenë një dëshirë e tillë, më shumë e shoh ndoshta si një përpjekje për të krijuar një përshtypje sikur po bëhen përpjekje për të dhënë zgjidhje presidentit. Po pse me LDK-n kësaj? Me LDK-n besoj sepse tani për LDK-n është pak më komplekse çështja e presidentit. Sidomos pas faktorit 3 që tani është Zonja Osmani. LDK-ja nuk besoj që do shkojë me ndonjë propozim tjetër. Përderisa zyrtarisht ende s'është kthyer në LDK, por si duket ajo do të jetë adresa e Zonjës Osmani, ende s'ka deklaruar që u ktheva në LDK, dhe tani LDK-ja është në një pozitë që nuk mund ta propozoj askë përveç saj, besoj në rast se mendon që ta ketë brenda partisë Zonjën Osmani. Pra është një thirrje në farë mënyre ndaj një partie që e ka dhe më të vështirë që ta propozojë një emër tjetër përveç Zonjës Osmani, ndoshta ave pra I duket Kurtit ndoshta se më të lehtë do ta ketë për të arritur një marrëveshje me LDK-n se sa me PDK-n. Marr parasysh shndrimet të cilat ka pasur. Jo, tani me Zonjën Osmani si faktor tani është pak më komplikuar, sepse LDK-ja nuk mund të propozojë një emër tjetër në rast se ka synim që ta ketë brenda partisë Zonjën Osmani. Ne dimë që këto komplikime, kjo prishja e këtij binomi, nëse mund të themi, erdhi pikërisht për shkak mos propozimit të Zonjës Osmani për presidente. Dhe tani LDK-ja është një pozitë që nuk besoj që mund ta propozojë dikë tjetër, përderisa është Zonja Osmani aty. Mirë, po kjo për vetëvendosjen lën një farë bot kuptimit tek opinioni publik që sikur po bëhen përpjekje, por ja që LDK-ja nuk e ka vullnet. A I bie Argjend deri diku ose pajton me profesorin se partia në pushtet, po tenton nëse e kuptova saktë ndërtoj një narrativ se unë desha të bëja zgjidhje, mirë po ishin partitë opozitare ato që refuzuan. Po Lënd, para se donë të kjo takimi, na edhe më herët kemi diskutuar dhe edhe si gjithë qytetarët edhe ne e kemi diskutuar se kush është fajtori nëse ne shkojmë në zgjedhje. Edhe para se presidenti ta bënte dekretin e të drejtohej gjykatës kushtetuese, ka pasur gjithmonë mundësi për
të zgjedhur presidentin, këtë rast presidenti Zonja Osmani, sepse vetë Lidhja Demokratike e Kosovës në atë kohë pati dhënë nuanca të cilat do të mund ta votonin Zonin Osmani për presidente. Dhe si rrjedhoi çfarë bëri zoti Kurti nuk e kandidoi në asnjë rrethon Zonin Osmani, për arsye sepse dëshiron që vendin ta drejtojë drejt zgjedhjes, sepse tenton të shtrijë një pushtet autoritar fatkeqësisht në vend, por që në demokracinë në vend të Ballkanit kjo është e pamundur. Takimit të sotëm të zotit Kurti konsideroj që është një përpjekje e dështuar edhe zotit Kurti, por në të njëjtën kohë edhe zoti Abdigjiku tenton që të mos bie prej, siç ka rënë edhe më herët, e politikave të zotit Kurti që t'i përgjigjet Kurtit në mënyrë që para qytetarëve të dalë dhe të thotë që po ne u angazhuam, por zoti Kurti nuk deshi, pra është fatkeqësi për vendin, për ambientin në të cilin ne jetojmë. Dhe mbi këto premisa unë konsideroj që nuk do të kemi zgjedhje të re për të presidentit në fakt, por do të kemi zgjedhje qendrore, pra të jashtëzakonshme, për arsye sepse ambienti politik është i atill në të cilin na drejton që jemi pa një zgjidhje. Ndërsa sa i përket Partisë Demokratike, ftesat të cilin i ka shkuar si parti në fakt pas takimit me LDK-n dhe që pritet të shkojë zoti Enver Hoxha, unë konsideroj që Partia Demokratike ka filluar ta shpërfill zotin Kurti, për arsye sepse ajo ja ka bërë edhe të qartë zotit Kurti që nuk do të votoj asnjë kandidat për president nga lëvizja vetëvendosje, as nga kushdo tjetër, sepse po e njëjti subjekt politik i ka ofruar mundësi zotit Kurti që të ja jap votat për presidentin. Por i njëjti nuk ka dashur dhe ka dashur që ta drejtojë vendin drejt zgjedhjeve dhe të shtrihë një pushtet autoritar. A do të ishte argjend mirë për PDK-n që të mos shkonte në takime me Kurtin, sepse ndoshta edhe kërkesat dhe qëndrimet edhe të vetëvendosjes të Kurtit në këtë rast do të ndryshojnë? Nuk ka më logjik që të vazhdohet ky proces, për arsye sepse tani më i kemi edhe dy kandidat për president, zotin Konjufca dhe zonin Mulhaxha. Të cilët mund të tërhiqen nga ana e vetëvendosjes. Të cilët mund të tërhiqen, por më tutje në shkrimet për tjerë kandidat nuk mund të hipen, sepse në shkrimet nuk mund të tërhiqen, mund të tërhiqet kandidati, por ai kandidat duhet të jetë nga lëvizja vetëvendosje edhe nëse propozohet. Pra, zoti Kurti aq shumë e ka komplikuar procesin e zgjedhjes së presidentit që të tentojë që para qytetarëve të shtrijë narrativën se partitë opozitare nuk dëshirojnë që ta zgjedhin presidentin. Me këtë idenë argjend që nuk mund të tërhiqen në shkrimet, atëri bie se nuk mund të propozohet askush i ri? Jo, fakti unë konsideroj që askush i ri nuk mund të propozohet, sepse opozita mund t'i bëjë 39 shkrime, sepse i ka, por nuk i ka më tutje numrat për presidentin. Pra, vetëm i shërben, edhe nëse opozita bëhet bashkë, e kandidon një kandidat për president, ose presidente, e njëjta nuk i ka numrat për ta zgjedhur kandidatin e tyre, për çka i bën që i shërben zotit Kurti. Dhe ne pashmangshëm që jemi drejt zgjedhjeve të reja qendrore. Është më e vështirë tani, profesor, që të mirën vesh se sa që ishte më herët para shpalljes së dekretit nga ana e presidentit? Është më e vështirë, por sepse vërtet këto relacionet mes partive, domethënë e kanë thelluar mosbesimin mes partive politike dhe sa më i madh mosbesimi mes tyre, aq më e vështirë është edhe një marrëveshje mes tyre, që është e domosdoshme, por prapë nëse partitë janë të interesuara që vendi mos shkojë në zgjedhje, domethënë ka mundësi, ka hapësirë edhe mundësi ligjore që të tërhiqen kandidatë, të propozohet një kandidat njerëz për partisë tjetër ose një kandidat konsensual, sepse nuk është problem me gjetë një emër, besoj Kosova ka mjaftueshëm emra dhe mund ta zgjedhë një president nëse partitë janë të interesuara. Gjithmonë është thënë kjo, profesor, se ka mjaftueshëm emra, mirë po nga partitë asnjëherë nuk është propozuar. Nuk është propozuar sepse s'ka vullnet. Megjithatë partitë kanë thënë se emrat i kanë, por nuk mungesa e vullnetit për gjetë, sepse Kosova ka me mira njerëz që mund ta kryejnë postin e presidentit. Nëse s'ka, atëherë mund kërkojnë nga ndonjë shtet tjetër, na japin një njerëz se s'po gjeni njerëz për president. Njerëzit ka po vullneti politik. Besoj shtetet mike mund ta ndihmojnë, na gjeni njerëz, na sjellin, na se ne. Ajo ndoshta do të jetë opsioni i fundit. Jo, partitë mos ndodhe njëjta. Po them me ironi po partitë tona, nëse nuk janë zoja, mi ja gjet vendit një kandidat për president, nuk e di për çka do të më qeni partitë. Kjo i bën që mu kthyna në kohë mrapa, sikur që është caktuar Princ Wilhelm Viti më herët. Ta zgjedh presidentin, po nuk guxojmë ne atë. Dikush në rast se ne nuk muj me gjet, po unë e di që mundën, çdo njeri e din, vetëm vullneti e gjen, po s'ka vullnet, por atë s'ka kandidat. Për të kthyer ndoshta edhe një herë tek takimi i cili po ndodh tashmë, ora shënon 12:14 dhe ka më shumë se një orë që ka filluar
takimi, sepse kësaj radhe ishin më korrekt me fillimin e takimit, sepse jemi parë shpesher që të njëjtit edhe të vënohen në këto takime që i thrasin. Sa janë gjasat reale që ky takim të prodhoj diçka sot? Ndoshta jo një emër konkret, mirë po diçka për cilën do të mund të hapi rruga për një takim të dytë. Kam fjalën mes Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe Lëvizjes Vetëvendosje. Takime mund ketë edhe në tarmën pas këtij takimi, mbetet domethënë shifret se cilat do të jenë edhe qëndrimet e tyre pas takimit. Megjithatë, unë e thash edhe më herët, çështja ose faktori zonës së Osmanit e ka komplikuar edhe më tutje një marrëveshje të mundshme mes Vetëvendosjes dhe LDK-s. Ata nuk mund sjellin një emër tjetër dhe ta na shkalojnë LDK-ja aktualisht. Në rast se synon që të ketë një rikthim ose rritje përmes rikthimit. A mund ta djeg LDK-ja Vjosa Osmanin për shkak të emrit presidentit? Në rast se merr një propozim nga Kurti që 2 kandidatët tjenë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pra t'ja ofroj postin e... Teknikisht mundet. Edhe mund t'i ketë... Sa ka mundësi të bëhet e njëjtë. Sa i konvenon realisht LDK-s. Se dia ekziston më mundësia për ç'të. Ka edhe emra brenda LDK-s tani, që ka një farvullneti që zonja Osmanit kthehet. Dhe tani kjo çka tregon, që është një numër i konsiderueshëm i deputetëve që duhet të qëndrojnë në sallë. Kur zgjedhet presidenti nga LDK-ja, që tani kërkon që zonja Osmanit kthehet. Dhe ata, domethënë, votat e tyre nuk i ka më LDK-ja, për të bërë një marrëveshje për një kandidat tjetër. Sepse dhe ashtu LDK-ja është bukur afër pragut të numrit nevojshëm. PDK-ja ka më shumë. Dhe në rast se një numër brenda LDK-s, i deputetëve, janë që zonja Osmanit propozohet, ose të mos anashkalohet, kjo i zvoglon edhe më tutje mundësi që LDK-ja të dalë me një emër që mund të ishte i pranueshëm edhe për Vetëvendosjen, por tani nuk janë numrat. A negocion tani LDK-ja nga një pozicion tjetër? Pra tani kur e ka mundësinë që ta ketë edhe Vjosa Osmanin? Unë besoj që zonja Osmani nuk vije më në konsiderat që tjetë kandidati për presidente, për arsye sepse tashmë kohën e fundit i dimë deklarimet ndaj zotit Kurti dhe siç e njohim zotin Kurti që nuk i afal zonjës Osmani deklaratet e saj për zotin Kurti. Dhe si rrjedhoj besoj që zonja Osmani më nuk ka shansa që tjetë as kandidate për presidente, por edhe po të dënë të LDK-ja ose zoti Kurti të tërhiqte të 2 kandidatët, është paksa problematike sepse duhet të jipen nënshkrimet prapë për kandidatët e LDK-s, për çka nënshkrimet nuk mund të tërhiqen. Që i bie se duhet edhe dikush nga PDK që i bie që duhet të jetë një konsensus më i gjerë i partive politike për ta zgjedhur presidentin. Dhe normalisht kjo situatë neve gjithmonë sipas bindjes time na drejton vetëm drejt zgjedhjeve të pashmangshme. A ka mundësi të thyet ky rregulli që mund të nënshkruajnë sërish deputetët? Kjo është e shkruar në rregulloren e re të kuvendit. Është pjesë e punës të kuvendit dhe nuk e di nëse vetëm nëse hyn nuk e kam dëgjuar që përdoret si arsyetim ndoshta edhe nga vetë vetëm nëse hyn për ta ndryshuar organizojnë ndonjë seancë për ta ndryshuar rregulloren e kuvendit, sidomos këtë pikën për çështjen e nënshkrimeve, ndoshta edhe mund të bëhet. Përndryshe unë konsideroj që ne nuk mund të bëjmë zgjidhje pa shkuar drejt zgjedhjeve. Dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, unë e thash edhe më herët që në takim me zotin Kurti ka shkuar për të ja aprishur zotit Kurti narrativen e tij që tenton ta ndërtoj sepse që i vetmi është ky që tenton të krijojë institucionet. A do ta bëjë PDK-ja këtë? Unë konsideroj që PDK-ja ja ka bërë të qartë zotit Kurti tash. Edhe në deklaratat pas dekretit, por edhe në deklarata që ka dalë nga kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës, konsideroj që ja ka bërë të zotit Kurti të qartë që nuk ka marrëveshje me zotin Kurti. Dhe mbi këto deklarime konsideroj që zgjedhjet janë e vetmja zgjidhje për çështjen e presidentit dhe qeverisë. Se të premte në këndin e debatit, njëri nga deputetët e PDK-s vazhdimisht e ka potencuar se nuk kemi propozuar një kandidat, sepse edhe si kur ta bëjmë, qoftë jo para Kurtit, por edhe nëse e bëjmë publike para popullatës, atëherë Lëvizja Vetëvendosje me çdo kusht do të gjej pika negative për atë person dhe kjo ka qenë arsyeja se ne nuk e kemi. Lëvizja Vetëvendosje është subjekt politik i cili ka sulmuar KD.
ka sulmuar ushtrinë qërimtare të Kosovës, ka sulmuar njerëzit më të ndershëm të këtij vendi dhe ka ndërtuar propagandë kundër atyre. Dhe sepse unë besoj që kjo si arsye apo që ata asnjëherë nuk e kanë pasur një emër. Mund të jetë edhe kjo, por shiqo, mos harrojmë, unë edhe më herët e kam thonë që për PDK-n pa një marrëveshje më herët me zotin Kurti ka qenë pa kuptim që të paraqes emrat e kandidatëve. Unë edhe më herët e kam thënë, nuk mundesh me propozu ti kandidat për president kur nuk i ke numrat. Cila është logjika kjo? Kur ti bën marrëveshje siç i ka ofruar PDK marrëveshje zotit Kurti, atëherë ka mundur edhe ti propozoj emrat. Por Telmetën nuk e ka dashur zoti Kurti. Zoti Kurti kërkon të emrat e PDK-s para se të bëhej marrëveshja. Cila është logjika kjo? S'ka logjikë. Po e them në aspektin që vetëm ta bënte publik emrin ju, ta propozonte, vetëm të thoshte se ne kemi këtë emër në rast se bëjmë një marrëveshje me Kurtin. Sepse këtu krijua ideja pastaj që PDK-ja nuk ka emër. Jo, që emra me subjekteve politike ka të secili subjekt politik, sepse në gjitha subjektet politike gjejmë njerëz të ndershëm. Po, Argjend, ka emra megjithatë, a do kishte sens ose a do bënte sens, profesor, në rast se lëvizja vetëvendosje do nënshkruante një marrëveshje që u garanton se do siguronte votat dhe në nënshkrimin korumin me pak fjalë, kur nuk e di se kush janë kandidatët, i bie më pas që të mirret vesh për diçka që edhe nuk e di. Ky argumenti që nuk kemi propozuar emra, duke ditë që ata mund të demonizohen nga vetëvendosja, në farë mënyrë nuk më mbush mendjen, sepse PDK-ja nuk mund t'ia ndrojë qëndrimin as mendjen vetëvendosjes. Po është në obligimin politik, ligjor do thoya, kushtetues të PDK-s të rast që dalë me emra. Këto janë propozimet tona. Pastaj është në anën e vetëvendosjes. Ana i voton ose jo. Duan që ta votojnë ose jo, dhe kjo do t'i hapte ndoshta një mundësi marrëveshjeve pastaj. Ndoshta do të ishte më lehtë që të bëhet marrëveshje. Po do të ishte më bindse tek qytetarët. Sepse kjo ishte në një farë mënyrë sikur një farë marrëveshje ose një farë paramarrëveshje, nëse mund të themi, që dalim me kandidat dhe pastaj nga kandidatët ne mund vim deri tek marrëveshja. Po jo, kjo i shtyn pastaj vetëvendosjen që të kenë hezitime se ne nuk e votojmë secilin kandidat që vjen nga PDK-ja, po edhe PDK-n pastaj nuk e nxjerrim një kandidat sepse dimë se ai do të demonizohet nga vetëvendosja. Kështu që mendoj PDK-ja do duhet dilte me emra, ka emra të mjaftueshëm, emra PDK-s që janë pranueshëm për gjithë, domethënë ka edhe jashtë PDK-s, si emra konsensual. Pastaj është në anën e vetëvendosjes, nëse ata duan ta pranojnë ose jo, nëse duan të japin zgjedhje këtij problemi. Nëse janë të interesuar të shkojnë zgjedhje është çështje. PDK-ja para pak ditësh mbaj mend ta kemi diskutuar edhe në emision se kishte disa qëndrime të cilat kishin të bëjnë me atë se në rast se lëvizja vetëvendosje nuk i tërheq kandidaturat, ne nuk kemi arsye pse të pranojmë një ftesë e cila vjen nga zotëri Kurti. Kjo qëndron, kjo justifikohet marrë për bazë mosbesimin e lartë mes partive politike. Dhe frika që aty mbi votohesh pastaj. Kalon kandidati vetëvendosjes dhe ti pastaj mund ta ankosh. Ashtu mund t'ja bësh vetëm biesh në lojën e zotit Kurti. Dhe pikërisht kjo është një kërkesë e justifikueshme, arsyeshme e PDK-s që mos ketë mundësi që të mos votohet kandidati. Një detaj tjetër që dha gazetarja. Sepse ka mosbesim të lartë mes partive politike. Një detaj tjetër që dha gazetarja Fetije Kamberi teksa po raportonte më herët për takimin ishte se sipas burimeve të saj brenda Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj ka pranuar një ftesë personalisht nga kryeministri Kurti për të takuar. Pse mendoni, po nisim me profesorin për të kaluar më pas edhe tek Argjendi, pse mendon se një ftesë mund të ketë shkuar në drejtim të Hoxhaj, sepse i njëjti është përmendur disa herë si kandidat potencial i mundshëm për çelje. Parimor është që ftesa të shkojë partisë. Pastaj është partia ajo që vendos të shkojnë takim ose jo, se ku shkojnë takim ose cili person të dërgohet takim. Nuk po e di saktësisht ai shku ftesa në emër të zotri Hoxhaj, do thotë. Po megjithatë, kjo është një ftesë do thoya jo shumë serioze. Sepse kjo pastaj edhe ai ka problem, ai ndoshta mund të flas për votën e tij në kuvend. Po PDK-ja ka një kryetar, ka struktura. Dhe ata do të vendosin sepse i ka 20 e sa ulse në kuvend. Nuk besoj zotri Hoxha ka autoritetin mbi kryetarin e PDK-s, nuk do duhet ta kishte, që ai pastaj ta marr përsipër obligimin ose barrën që edhe ta propozoj kandidatin edhe ti bëj votat. Nuk besoj që ai mundet as me propozu kandidatin, as që ti bëj votat. Këtë punë do ta ketë kryetari, kryesia PDK-s, këshilli drejtues,
ata pastaj marrin vendim. Kështu që në rast se ftesa i ka shku atij personalisht, po m'duket një ftesë jo shumë serioze, ose një ftesa për thënë që e kemi thirrë dikën nga PDK-ja, ose ftesë për të përçarë PDK-n brenda, që pastaj të jetë më e vështirë për të ketë një konsenzus të brendshëm të PDK-s që ato vota mund përdoren për zgjedhjen e presidentit. Nëse zoti Kurti ka vepruar në mend kështu, ka dërguar ftesë personale për zotin Enver Hoxhaj dhe jo për Partinë Demokratike, sepse nuk e di a ke qartë gazetarja, a ke ftesa personale. Po, sepse njerë tha për PDK-n, po pastaj përmendi Enver Unë Hoxhaj. më pas komunikova gjatë kohës po bisedojmë sërish me gazetarën për ta shtruar më pas edhe sa pyetje, nëse e kuptua mirë. Ajo tha se sipas burimeve brenda PDK-s, Enver Hoxhaj ka planuar. Atëherë ai duhet të dërgojë 20 e sa ftesa, secili deputet veç e veç. Zoti Kurti edhe këtu tenton të bëjë një lojë, sepse zoti Enver Hoxhaj ka qenë si i përfolur si kandidat i mundshëm i PDK-s për president. Dhe tash zoti Kurti ka dërguar ftesë Ndjes për ndërpres tash sërish po jam komunikim me Kamberën dhe njëjta po thotë se tashmë po konfirmohet se Enveri ka pranuar ftesë për Hamzën, jo për vete. Ajo është tjetër. Pra ftesa ka shkuar tek Enver Hoxhaj për ose ndoshta Enver Hoxhaj e ka konfirmuar për mediat se ka ardhur një ftesë në drejtim të PDK-s. E qartë. Sepse këtu ishte edhe nëse ka shkuar ftesa personale, atëherë është jo serioze. Jo serioze. Dhe ndoshta edhe siç tha profesori do të ishte edhe një nxitje ndoshta për përçarje brenda PDK-s. Sepse nuk e ka autoritetin, ai ka vetëm një vot kuvend. Bile PDK është si subjekt kogja kompakt brenda kuvendit. Nuk është që i kanë lëvizur ndonjëherë deputet kështu shumë. Po pikërisht edhe këtu më pas ishte ideja se çka ka dashur thot me këtë. Në anën tjetër takimi po vazhdon ende që të mbahet mes Abdigjikut dhe Kurtit, një ftesë tjetër deri diku është konfirmuar se ka arritur tek Partia Demokratike e Kosovës. Çka besoni, mund ta pranoj PDK-ja apo jo, marr parasysh shndrimet që patën javën që shkoi, se pa tërheqjen e propozime nga lëvizjave vendosje, nuk shohim të rrugës një takim. Po Kurti nuk ka lëvizur, pavarësisht kërkesave të partive opozitore, zoti Kurti nuk ka lëvizur nga qëndrimet e tij dhe nuk i ka tërhequr kandidatët. A mund të lëviz PDK-ja? Po PDK-ja, unë nuk e di a mund të lëviz, por unë konsideroj që Partia Demokratike do të ishte ullës që të shërbente vendit tani në këtë situatë që ta drejtoj vendit drejt zgjedhjeve. Tashmë, kur zoti Kurti ka krijuar kaq shumë precedente, shkelje kushtetutës dhe gjëra tjera, konsideroj që veprimet e partive opozitore do duhet të ishin që ta dërgonin vendin drejt zgjedhjeve. Marr parasysh që duke ditur ambientin politik, elektoral, situatën gjendjen e elektoratin e vendit, konsideroj që zoti Kurti ka një rënje në elektorat dhe për pasojë më tutje pas zgjedhjeve do të mund të kemi institucione me një marrëveshje më të gjerë politike, duke përfshirë bashkëqeverisjen me ndonjë subjekt tjetër politik dhe më tutje për të zgjedhur edhe presidentin. Nëse konsideroni se Kurti ka një rënje, a përkthehet kjo domosdoshmërisht në rritje të opozitës apo po themi se kemi qytetarë të cilët vetë janë të lodhur nga kjo situatë dhe do të ketë një dalje më pak në zgjedhjen e Tash veprimet e opozitës nuk kanë qenë shumë të qarta që një kohë bukur gjatë. Dhe tash qytetari normalisht që ndihet paksa i zhgënjur me qeverisin e zotit Kurti në këto rrethana në të cilat po jetojmë. Unë konsideroj që do të kemi një rënje tek votuesit e lëvizjes vetëvendosje, pasi që edhe lëvizja e zonjës Osmani në fakt përbën një element të cilin zoti Kurti i tërheqen një numër i konsideruar shumë votash, për shkak sepse e dim që zonja Osmani nuk është e pandikim në elektoratin e vendit. Dhe besoj që do të ketë një rënje të lëvizjes vetëvendosje dhe një qëndrueshmëri të partive opozitare në këtë cilën janë, në qoftë se partitë opozitare dinë që të veprojnë, për shembull Lidha Demokratike e ofron zonën Osmani brenda saj i jap hapësirë, konsideroj që do të bëjë rritje. Dhe në qoftë se Partia Demokratike e Kosovës e shtrin një aleancë me partitë e dalura nga lufta, në këtë rast me aleancën për ardhmërinë e Kosovës, por edhe me nismën socialdemokrate brenda listës së saj, besoj që do të kenë rritje brenda elektoratit, për arsye sepse në të dyja anë krijohet një sinergji e elektoratit. Sa janë gjasa që AK të bashkohet, sepse ata
ka një elektorat të vetin, po thuaj se të pandryshueshëm në besoj që zgjedhje. Alianca pas këtyre zgjedhjeve e ka marrë mesazhin shumë të qartë prej votuesve të vet. E dimi shumë mirë që me zë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka kaluar pragun. Dhe nëse se Alianca vazhdon të hyjë në garë e vetme, tani besoj që do ta ketë vërtet shumë rrezik që ta kaloj pragun. Pra, thoni se nuk do të rrezikoj si nisma herën e kaluar. Jo, unë besoj që kryesia AK-s edhe kryetari me gjithë se tash i kanë vetëm ushtrues detyre, e kanë vlerësuar drejt dhe besoj që ata e kuptojnë drejt që vetëm një koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës besoj që i shpëton nga rënja ose nga largimi brenda kuvendit. Profesor? Unë mendoj që ftesa që është bë PDK-s është një ftesë që PDK-ja ka një mundësi reale që t'i bëj, do thoja, ndoshta një të mirë të madhe këtij vendi që ta shpëtojnë nga zgjedhjet. Dhe këto mund ta bëj PDK-ja duke e propozuar ndonjë figurë e cila vërtet ka kredibilitet të lartë, një figurë që nuk do të lejonte pastaj që një parti ta ketë edhe pozitën e presidentit, një figurë që do ta mbronte kushtetueshmërinë, që i mungon vendit bukur shumë. Po, profesor, në këtë pikë kur PDK është e bindur se vetëvendosja në një palë zgjedhje të mundshme do të bie, ai konvenon më shumë PDK se mbaj postin e presidentit apo të shkohet në zgjedhje që zvoglohet. Nuk e di ma do të bie. Pse nuk e di ma do të bie? Sepse sjellja e votuesve të ne është kogja e paparashikueshme. Gjithë kemi prit. Unë kam prit që ai nga 41% me 28 dhjetor të bie për shkak mënyrës së qeverisjes. Po çka ndodhi? Ndodhi një anomali, domethënë ishte rritje. Kështu që edhe PDK-ja është i rrezikshëm çfarë do vendimi që do ta marrë PDK. Po megjithatë për të mos e qu vendin zgjedhje, e ka një mundësi PDK e ka numrat e mjaftueshëm, në rast se vetëvendosja pranon, normalisht. Çdo gjë prapë është sillet tek vetëvendosja. Ta propozoj një kandidat që është me kredibilitet lartë, e mbron kushtetutën e vendit dhe e ruan atë balancin dhe ndarjen e pushteteve para sa ka mundësi një president. Me këtë do t'ja pamundësonte një parti të ketë gjitha pozitat e larta, ta ketë një lloj monopoli të pushtetit, dhe vendi nuk do të kishte nevojë që të shkonte në zgjedhje. Ndoshta i kanë bë matjet e tyre parti, deri diku dhe shohin a do të rriten apo do të zvoglohen, por prapë po them është kogja e paparashikueshme. Ne nuk e dim që ndoshta mund të rritet prapë vetëvendosje. Elektorati jonë është kogja e paparashikueshme. Edhe pse me një qeverisje, domethënë, jo në bazë të pritjeve që kanë qenë, u rrit me 28 dhjetor. Një narrativ që vendi po shkon zgjedhje për shkak të opozitës, ndonjë presion tjetër që në rast se nuk zgjedhet presidenti, ne kështu do të kemi zgjedhje vazhdimisht, jo vetëm në maj ose në qershor, po do të kemi prap frika e votuesit, ndoshta mund të shtyhen një numër të votave tek vetëvendosja, siç ishte frika edhe buxhetit me 28 dhjetor, që besoj ka qenë një shtytës kogja e madh presion për votuesin që s'ka më paga, s'ka buxhet, duhet patjetër ndoshta veç një parti të ketë monopol sepse partitë s'po mundin merren vesh. Kështu që bazë kësaj PDK-ja e ka këtë mundësi ta gjejë një figurë me kredibilitet lartë që është e pathyeshme edhe ndaj presionit qeverisë edhe institucioneve tjera dhe vërtet do t'i bënte një nder vendit. A ka gjasa për një skenar të tillë? Pra, për një frikë të tillë se do të hyjmë në një cikël pa mbarim zgjedhjesh dhe qytetarët pastaj të kenë një pjesëmarrje më të madhe. Besoj që PDK-ja do të shërbente vendit më shumë nëse do të ndihmonte që vendi të shkonte drejt zgjedhjeve, për arsye sepse do të ndalte ke qeverisjen e vazhdueshme të zotit Kurti që tani më 6 vite dhe besoj që zgjedhjet e reja do të prodhojnë edhe rezultate të reja, profesor. Është kogja e paparashikueshme. Çka në rast se rritet vetëvendosja. Edhe ka mundësi edhe presidentin ta zgjedhë. Jo, ajo atëherë na rrëshosim drejt një pushteti autoritar. Është e mundshme, Shqipërinë Argjend ne konsideronim se të pamundur edhe rritjen që kishte. Ishte e paparashikueshme. Shtrirja elektorale. As vetëvendosja nuk priti që do të rritet. Në gjithë analizat që kemi bërë, Smolaj pothuajse me gjithë ju deri diku jeni prononcuar në analizat e juaja se është edhe vetëvendosja s'ka pritë që do të rritet. Pamundur që të përsëritet një rezultat i tillë. Zgjedhjet e 28 dhjetorit kanë qenë zgjedhjet
të cilat janë krijuar me favore të jashtëzakonshme për zotin Kurti. E dim që vetë data e zgjedhjeve është përcaktuar në favor të zotit Kurti. Zoti Kurti ka qenë në pushtet, ka shpërndarë... Kjo mund bëhet sërish, sepse tani është Albulena Agjiu që ka kompetenca të plota. Ka shpërndarë, po që pavarësisht asaj janë afatet ligjore, në qoftë se brenda këtyre ditëve nuk zgjedhet presidenti, atëherë automatikisht vendi shkon drejt zgjedhjeve për 45 ditë. 45 ditë pas përfundimit të këtij afati. Mos mundet askush ta shpëtoj zotin Kurti në këtë drejtim. Dhe po them që zgjedhjet e 28 dhjetorit kanë qenë zgjedhje të cilat janë përgatitur thuajse për zotin Kurti. Për arsye sepse e ka pas pushtetin, ka shpërndarë, siç e dimi të gjithë, ka shpërndarë para tek qytetarët. Mundet prap, me pak ndryshme social. Tek qytetarët, por kjo dukuri duhet të ndalet, sepse nuk mundesh dhe qytetarit në asnjë qeveri nuk ja zgjedh problemet me para. Po aktualisht ligjërisht sot se ndalët. Jo, nuk e ndal, por kjo është fatkeqësi dhe qytetari duhet ta kuptojë që vendit i duhet një qeveri, edhe një qeveri e shpresës, e cila të rinjët pas 4 vitesh mendojnë që duhet qëndrojë dhe me tutje. Pra, PDK nuk besoj që duhet t'i friksohet zgjedhjeve, besoj që duhet t'ju shërbej. A duhet t'i friksohet zgjedhjeve në rast se kthehet Vjosa Osmani në Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse ka pas zëra që me kthimin e saj LDK-ja do fuqizoj, ndoshta deri në atë pikë ku do mund ta rrezikonte pozitën e dytë të PDK-s. Unë besoj që subjektet politike të mëdha hyjnë në garë për vendin e parë dhe jo për vendin e dytë. Argjend, ne jemi deri këtu pajtohem gjithë se në një garë hyjet për të fituar, megjithatë duke i parë ato që kanë ndodhur deri më tani, duket pak se pa mundur gjë. Distanca është e madhe, distanca është e madhe. Mes parit dhe dy treta është. Po edhe distanca mes dytë dhe të tretit është e konsiderueshme. Dhe tash pavarësisht asaj. Megjithatë tashmë kemi një moment të ri. Po, është krijuar një momentum i ri për zonën Osmani në politikë. Dhe shkuarja në LDK normalisht do ta rrezikonte PDK-n. Kjo nuk ka asnjë gjë tjetër. Por edhe PDK e ka mundësinë e shpëtimit të saj me një koalicion të partive të dalur nga lufta, sepse krijon si energji në elektoratin e tyre. Prandaj unë besoj që nëse PDK shkon pa një koalicion me partitë të tjera të luftës, atëherë rrezikon që ta humbe edhe vendin e dytë fatkeqësisht. Dhe do ta kemi një vetvendosje të fortë dhe një LDK ndoshta të dytën pak para PDK-s. Nëse mundem, mendoj që shkurja e zonës Osmani LDK më shumë do t'i merrte vota vetvendosjes. Edhe një numër të paknaqur, sepse nuk është që LDK ka marrë vota PDK-s ose PDK-ja LDK-s. Dhe më thonë, në këtë qerek shekulli, kryesisht ka qenë, po vendi dytë ndoshta, po nuk besoj që i merr vota vetë PDK-s, sepse ja merr një pjesë ndoshta vetvendosjes, një pjesë janë paknaqur, një pjesë që kanë shkuar nga LDK janë vetvendosje, ndoshta mund t'i kthejnë në LDK. Por vota e PDK-s nuk do të preket nga faktori zonjës Osmani, mund preket vetvendosja, mund preket një numëri atyre që janë paknaqur ose se kanë gjetë vetën as tek. Ndoshta mund dalë dyta, po zëm. Ndoshta mund dalë dytë, po kjo nuk kupton që vetvendosja të bie pastaj, mos tjetë ajo distanca siç ka qenë. Që pastaj i hap mundësinë një lloj koalicioni pas zgjedhjeve, një koalicioni qeverisës mes PDK-s, LDK-s, AK-s. Mendoj që PDK-ja domosdoshmërisht në këto zgjedhje i duhet që të krijojë një koalicion me partitë e dalura nga lufta. Për arsye sepse... Ose me pjesë që i ka pas brenda vetës. Po, për shembull, mund ta ketë mekanizmin socialdemokratë. Mund t'ia sjellë një numër të konsiderueshëm. Por edhe një koalicion me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës do t'i ndihmonte shumë PDK-s. Pra do të krijohej një grup më i madh parlamentar dhe ndoshta edhe me tutje kurdo që të krijohen institucionet do t'i takonte edhe një pjesë më e madhe. Edhe ashtu janë afër me vlerat që kanë, domethënë janë afër me sepse përfaqësojnë. Dhe normalisht edhe ky do të ishte një farë lloj shpëtimi edhe për vetë AK-n, sepse AK-ja... Po edhe rritje për PDK-n. Po edhe rritje për PDK-n dhe normalisht AK-ja do të shpëtonte nga rënja... Pa, ekziston ky vullnet ndoshta tek partitë në fjalë. AK-ja, ndoshta edhe nisë... Nëse nuk ekziston, do duhet krijohej, sepse rreziku nga jashtë është i madh. Po për nismën ishte diskutuar në zgjedhjet e shkuara që mund të ishte pjesë e listës. Koalicioni, besoj që koalicioni PDK-s dhe AK-s më shumë është çështje vlerave të përbashkëta, për arsye sepse të dyja palët vijnë
nga ushtria qëllimtare e Kosovës dhe besoj që mbi këto vlera do ta ndërtojnë edhe koalicionin. Për çka unë uroj që ta kemi një koalicion të tillë sepse nuk dua në asnjë rrethon që AK të jetë jashtë kuvendit. Pavarësisht asaj, për arsye sepse është një subjekt politik i cili ka kontribuar dhe i kontribuon vazhdimisht mirëqenies publike dhe vetë vendit. Mbi këto konsideroj që duhet të ndërtohet një koalicion mes PDK-s dhe AK-s dhe PDK të fuqizohet, AK të shpëtoj dhe lëvizja vetëvendosje të bie. Një koalicion i tillë do të thojnë është ai domosdoshëm, është presioni nga vetëvendosja, nga rivaliteti mes partive. Me pas mundësia të vetë e këshim bo, po vetë s'po mundën, kështu që si zgjidhje e dytë më mirë është një marrëveshje mes partive që kanë vlerat përbashkëta, po e zonë këtë rast PDK, AK, nisma që janë, do më thonë, bazë vlerave janë përafërta, do të arriste, si që tha, edhe PDK-n, edhe AK-ja më zëtë e kishte problem, pragun, po e zonë, po edhe nismat gjithashtu, edhe do të silti një numër konsiderueshëm të votave nga një pjesë e caktuar e vendit. Sa do të pësoj vetëvendosja nga një koalicion i tillë? Tani më shumë, nështë do të thoja që nuk do të humbnin vota, sepse votat e nismës kanë humbur. Nga 11.000, sa vota, do më thonë, kanë humbur. Këto vota që janë të AK-s do të bashkoheshin, do të kishte pastaj rritje në një grup më të fuqishëm. A shtë një për nismën që nëse futet Sirish Garës, t'i kthej ato vota? Jo, nisma besoj që më shumë. I ka ato vota, sepse i ka një lokacion caktuar, që kryetari nismës ka një autoritet, dhe më thonë, në atë koalicion. Po them që në rast se futet Sirish në garë, i ka ato votat sigurta, sepse është duke i marrë se një numër i caktuar i zgjedhjeve, qoftë nivel qendror, qoftë lokal, dhe do t'i rriste numrin e ulseve, nuk do të humnin vota, AK-ja zëta kishte problem pragun, do t'ishte një grup më i fuqishëm parlamentar dhe në këtë mënyrë nështë do t'a runin atë pluralizmin, sepse ne aktualisht edhe jemi duke rreziku pluralizmin, ashtë vetëm një parti fiton, i morin mbi 51%, i merë 60% kërkohet për t'i pas 2/3, parti tjera më pëthuj se janë jo relevante. Relevanca atyre ka mbet tek presidenti, edhe relevanca atyre ka mbet tek marrëveshje ndërkombëtare. S'janë më relevante për qeverisë. Edhe zoti Kurti ka duar të lira që të qeveris, pavarësisht tjera, sepse më nuk i duhen numrat nga askush, sepse i ka numrat e tij. Dhe mbi këtë konsideroj që domosdoshmërisht sa është i interesuar Argjan që ta zgjas këtë cikel edhe zgjedhjesh edhe duke qenë se tashmë ka edhe Albulena Agjiun si ushtruese e detyrës së presidentit? Po unë besoj që këto veprimet e zotit Kurti janë veprime që është pak zërë me i kuptu për arsye sepse i ka pasur gjitha mundësit që të mos krijoj kësi problemesh për krijimin e institucioneve. Dhe mbi këtë unë besoj që nuk e di pse zoti Kurti e ka zvarrit kaq shumë krijimin e institucioneve. Jo pse s'ka mundur, po pse s'ka dashur. Ndoshta ekziston gjithmonë ajo që i friksohet zbatimit të marrëveshjes së Ohrit, më tutje bisedimeve me Serbinë dhe gjonat e tjera, dhe dëshiron që të ketë dhe të ndoj përgjegjësinë edhe me subjekte tjera politike. Mos harrojmë që marrëveshja e Ohrit është një prej marrëveshjeve më të dëmshme, të cilat i kanë ndodhur Kosovës dhe e ka në shkrimin e zotit Kurti. Dhe tani zoti Kurti është duke u përballur me presion të jashtëzakonshëm nga faktori ndërkombëtar që ta zbatojë marrëveshjen e Ohrit, e cila është marrëveshje shumë e dëmshme se sa marrëveshja e parë e cila ka qenë për asociacionin, sepse tani me marrëveshjen e re ne kemi marrë obligime pra të detyrueshme dhe më herët kemi pasur obligime që të koordinohemi me asociacionin e komunave dhe tani detyrohemi. Dhe mbi këto besoj që zoti Kurti tenton që ta ndajë ndoshta edhe pushtetin, ose ta doj të tërin për vete. Nëse është kjo ideja pra e tij që të ndajë përgjegjësinë për marrëveshje të tilla, pse atëherë nuk e ka bërë në fillim, se ai qysh në fillim e ka ditur se nuk i ka votat për president. Dhe mund të bënte edhe për... Edhe pjesën qeverisë mund të bënte. Qeverisë mund të bënte koalicion, e pastaj ta kishte më të lehtë edhe zgjedhjen e presidentit. Atëherë koalicioni me zotin Kurti me këta numra është koalicion në të cilin ti e rrezikon subjektin politik, sepse zoti Kurti nuk ka nevojë fare për numrat e tu. Nëse LDK-ja do të shkonte në koalicion, do duhej që të shkonte për shtati çdo kërkesë të zotit Kurti, që zoti Kurti mos ta largonte nga bashkëqeverisja. Pra, mbi këtë unë konsideroj që edhe partitë opozitare, dhe nëse do t'i ftonte zoti Kurti
për të bashkuar qeverisjes së tij nuk ka logjike, sepse ti rrezikohesh. Ne e dim se çfarë ka ndodhur LDK-s pikërisht nga prishja e koalicionit me Lëvizjen Vetëvendosje. Pra u demonizu aq shumë leadershipi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, saqë LDK ra në 12 deputet. Pra dhe tani një koalicion me këta numra të zotit Kurti, qoftë për PDK-n ose LDK-n, do të ishte ndoshta sistemi goditja e fundit të zotit Kurti ndaj partive opozitare, sepse më nuk do të kishim as demokraci të mirëfillt e nuk do të kishim as zëra kundërshtues ndaj qeverisë, edhe gjithçka do të ishte një farë lloj pushteti autoritari i zotit Kurti. Për këtë unë besoj që partitë opozitare nuk do duhet të hinin, por edhe zoti Kurti besoj që e kuptojnë që partitë opozitare nuk i ka ftuar për bashkëqeverisje sepse nuk hyjnë në bashkëqeverisje me të. Në këtë situatë me këta numra. Tani të njëjtin mendim para se të kalojmë pas. Janë irrelevant, domethënë për koalicionin qeverisës janë irrelevante votat e opozitës, sepse ata nëse duan të rrinë koalicion rrinë, po edhe nëse dalin prap janë vota që nuk i duhen për ligje. Në rast se shkohen zgjedhje të reja, domethënë mundësia janë disa mundësi. Një mundësi është që tulet Vetëvendosja dhe ta ndaj pushtetin me parti tjera në rast se është ky synimi që të ndaj edhe përgjegjësinë e zbatimit të marrëveshjes së Ohrit. Ose mundësia tjetër në rast se rritet që t'i bëj vet, ose mundësia tjetër është që të qëndroj kështu si është dhe të kemi pastaj prap kriza për president. Po pyetja që do shtrohet pastaj është, a është zgjidhje kjo vonesa ose bllokimi i shtetit për mos zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe të Ohrit, derisa mund shkojmë kështu sepse kjo është një kosto e madhe qeverisë për vendin ku tirat politika kanë vetë pengi krijimit të institucionit. Teksa ne po flasim dhe po analizojmë këtu në studio, një takim po mbahet në hapësirat e Kuvendit të Kosovës mes Lumir Abdigjikut dhe Albin Kurtit nga Lëvizja Vetëvendosje, ndërsa në anën tjetër ish-presidentja tashmë Vjosa Osmani gjendet në Prizren duke takuar qytetar. Para pak çastesh janë bërë publike disa prej takimeve të saj me qytetar, duket se Osmani po konsideron seriozisht profesor kthimin e saj në politikë dhe madje cilat do të ishin gjasat reale që e njëjta këtë ta bëj përmes Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse duket se tashmë ka nisë edhe një fushatë. E pritshmja, domethënë këtë ka deklaruar nëse s'mbëni presidenti do të më keni përballë. Dhe tani si duket është duke u përgatitur që del përballë këtë rast ndoshta partisë më të madhe në vend. Dje kishte një takim vitim duket, ose pa dje ku atë kishte takuar strukturë. Dje ka qenë në një event. Ose pa një event ose po. Ku atu kishte edhe njerëz të LDK-s në farë mënyre. Dhe këto janë përpjekje që zonja Osmani të kthehet ose të ambientohet ndoshta gradualisht duke i taku strukturat, të ambientohet me kthimin në LDK, ndoshta me shpresën që mund të arrisë në farë mënyre LDK-n. Kjo do të ishte në interes ndoshta të LDK-s sepse ka rënë bukur poshtë dhe çfarë do rritje mund të konsiderohet si një prurje e dobishme për LDK-n. Po çka do i ofrojnë në farë mënyrë dhe LDK-s më duket, po edhe vendit duhet ta shohin, cila do të jetë kauza që ka zonja Osmani ose vetë LDK-ja ose një kauzë e re që zonja Osmani do ta ringjallë ose rikthejë në farë mënyrë brenda LDK-s. Kjo mbetet shifet sepse kauzat për cilat vërtet ka nevojë vendi, nuk është që për këto 5 vite është dëshmu shumë zonja Osmani që është mbrojtja atyre vlerave. Këtu tashmë edhe duam që ta përqendrojmë edhe pak minuta sa kemi në dispozicion këtë bisedë, po nisim me juve Argjend. Kujtojmë që para pak ditësh ajo edhe dorëzoi postin e saj të presidentes tek zonja Haxhiu, e cila tashmë është ushtruese e detyrës së presidentes. Si e keni parë Osmani në 5 vitet e saj si presidente e Kosovës në arenën ndërkombëtare si dhe në brenda vendit? Para ajo se çfarë duhet ta kemi të qartë për zonën Osmani si presidente e vendit, mund të themi që zonja Osmani për vitet e tona gjatë qeverisjes së zotit Kurti ka qenë një
në fakt një notere e zotit Kurti. Pra i është bindur zotit Kurti në gjitha kërkesat të cilat i ka pasur. Madje edhe kur ligjet të cilat i ka propozuar zoti Kurti i ka kalu në kuvend, i kanë shkruar presidentës, presidentja i ka nënshkruar duke e ditur që të njëjtat janë antikushtetuese. Pra ka qenë në shërbim total të zotit Kurti dhe në politikën e brendshme, sepse presidentja në fushën e sigurisë më shumë ka pak disa kompetenca në fushën e brendshme, nuk është se ka bërë ndonjë përparim të dukshëm në fushën e sigurisë. Dhe si presidente nuk ka ngritur asnjë kampanjë, meqense ka qenë presidente grua, e kemi pasur gjatë presidentës së saj, kemi pasur qindra raste të dhunës në familje, sidomos ndaj grave, po e njëjta nuk ka bërë asgjë thuajse në këtë drejtim që të kontriboj sadopak që të ndalët dhuna ndaj grave. Prandaj edhe mbi këto sjellje të zonës Osmani konsideroj që në politikën e brendshme ka qenë vetëm një shërbëtore e zotit Kurti dhe një kundërshtare e madhe e partive opozitare. Ndërsa sa i përket politikës së jashtme në të cilën presidenca, pra në këtë rast presidentja Osmani ka qenë për këtë kohë, besoj që nuk është që ka pasur ndonjë rol aktiv në politikën e jashtme, sepse gjatë presidencës së saj ne kemi dështuar të antarësohemi në shumë mekanizma ndërkombëtar, pavarësisht që kemi aplikuar në të njëjtit kemi dështuar. Më tutje nuk ka pasur njohje të reja, ka pasur sanksione nga Bashkimi Evropian. Njohje të reja ka pasur. Ka pasur për 4 vite kanë qenë, nëse s'gaboj, 4 njohje dhe disa një 2 njohje kanë qenë si merit e zotit Bexhet Pacolli për angazhimin e tij. Në tjetër Osmani kishte deklaruar argjend se ka ndaluar 10 shtete që ta tërheqin njohjen e tyre. Që në drejtë ndërkombëtare nuk njihet madje tërheqja e njohjeve fare, është goxha shumë diskutabile kjo, se a mund ta tërheq një vend njohje ndaj një vendi tjetër, sepse kur e njeh më tutje nuk ka. Po flas me ato që ka deklaruar. Ajo ka deklaruar ashtu sepse do duhet deklaronte diçka, sepse nuk ka bërë asgjë. Pra, në presidencën e saj ne kemi hyrë në sanksione. Bashkimi Evropian na ka sanksionuar. Dhe zonja Osmani ka qenë presidente. Nuk ka pasur një koordinim, jo të mirëfillt, po s'ka pasur fare koordinim me Ministrinë e Punëve të Jashtme. Madje kanë pasur konflikte të jashtëzakonshme me Ministrinë e Punëve të Jashtme, në këtë rast me vetë ish partnerin e saj në politikë, me zonën Gërvalla. Dhe nuk ka pasur një koordinim. Pra, në të dyja fushat, konsideroj gjithmonë nisem nga vetja, konsideroj që zonja Osmani si presidente ka dështuar, përveç asaj në të cilin tash kohën e fundit si presidente mori pjesë në bordin e paqes me ftesë të presidentit Trump, për çka kushdo që do të ishte president do të duhet të merrte pjesë dhe do të vinte një ftesë e tillë. A prit profesor që në këto ditët e fundit edhe të merrte ndonjë vendim, qoftë me çështjen e kryeprokurorit apo çështjen e emërimit të një pjesëtari të dytë të Partisë Demokratike në KQZ, sepse kujtoj se Lëvizja Vetëvendosje ka kërkuar që të ketë 3 anëtar. Ndërkohë një sqarim ka kërkuar Osmani nga gjykata kushtetuese, por e cila nuk e ka konsideruar pastaj. Po në përgjithësi, domethënë edhe në të kaluarën e këto vendime ndoshta sepse edhe këtu u duk sikur ishte në mbajti anën anë, televizijës Vetëvendosje. Kjo ka qenë ajo, do të thoja, norma mbas cilës është njoftë zonja Osmani si presidente, që nuk e ka ruajtur atë pavarësinë e institucionit presidentit, do të thoja, për pjesën më të madhe, me përjashtim të kohëve të fundit, domethënë ka pas një lloj përplasje mes qeverisë dhe mes zotit Kurti dhe zonës Osmani, e cila besoj që ndoshta është e pamjaftueshme për të thënë që i ka ruajtur ato balancat e pushtetit. Po flitet shumë për aktivitetin dhe politikën e jashtme, përgjithësi. Tash nëse masim aktivitetet politikës jashtme të zonës Osmani si president me presidentet paraprak janë më pak se sa ato të presidentëve paraprak. Më shumë kanë qenë takime ndoshta për konsum branshëm elektoral, se sa që i kanë sjell beneficione shtetit Kosovës, kuptimin e fuqizimit të shtetit në arenën ndërkombëtare, u tha edhe çështja e bordit, nuk është që kushdo që do të ishte do duhet të përgjigjej ftesës së SBA, sepse dihen relacionet mes Kosovës dhe Shtetit Bashkuara të Amerikës. Pra, në rast se shohim produkti cili ka qenë i aktivitetit në politikën e jashtme, nuk është një politikë që ka qenë shumë produktive.
Branda pastaj në rast se masim punën e brendshme me premtimet që kanë qenë vitin 2021. Fushatën vitin 2021 ka një shpërputhje të madhe, domethënë, në rast se i shohim kauzat që kanë qenë atëherë dhe pastaj mënyrën se si është ushtruar funksioni i presidentës së shtetit, ka një shpërputhje të madhe, nuk janë përmbush pritjet e qytetarëve dhe besoj që kjo pastaj mund ta dëmtoj një farmnase edhe një kauzë tretë cilën besoj do ta krijoj tash Zoni Osmani rase kthehet në LDK, sepse një kauzë duhet për të marrë vota, po do ta ketë vështirë që ta krijoj marrë për bazë që ajo kauza e vitit 2021 nuk pothuajse nuk është përmbush bazë pritjeve që i kanë pasur qytetarët. Argjan? Për lëvizjet e fundit të Osmani. Unë besoj që Zoni Osmani është duke u përgatitur që të hyjë në garë zgjedhore dhe ajo po tenton, sepse në logjikën e të veprorit politik janë të njëjtë me zotin Kurti dhe Zoni Osmani dhe zoti Kurti, edhe ajo po tenton që ta ndërtojë një narrativ që do të jetë e vetmja që do të dalë përballë zotit Kurti dhe e vetmja që seriozisht do ta sfidojë leadershipin e zotit Kurti, por unë besoj që gara, pra gjithmonë besoj që gara zgjedhore e tanishme që në fakt që po vije, prap do të jetë mes PDK-s dhe vetëvendosjes për vendin e parë. Dhe mbi këto konsideroj kështu. E antarit të dytë të PDK-s në KQZ, si beson se do të vendos tani Albulena Haxhiu? Po unë besoj që gjykata kushtetuese në fakt po mendoj e kthej pozitiv për PDK-n këtë. Po pse nuk u emërua pastaj? Po nuk u emërua sepse është fatkeqësi për Kosovën që institucionet janë vënë në shërbim të një subjekti politik. Pra, pavarësisht kësaj, tash Zoni Haxhiu unë besoj që duke i ditur qëndrimet e saj për Partinë Demokratike të Kosovës, nuk do ta emëroj antarin e ri të KQZ-s, pavarësisht që ka obligim, kjo edhe u sqarua tani më. Por është fatkeqësi për vendin se si ka arritur Kosova në këtë pikë që gjitha institucionet të shërbejnë një subjekti politik. Kjo nuk është as pak në rregull as për demokracinë, por është drejt një shtrirje të një pushteti autoritar që kështu e dëshiron zoti Kurti. E qartë, ndërkohë takimi mes palëve akoma po vazhdon. Takim maratonik si duket. Po, duhet do ta diskutoni më shumë e më qartë pas takimit. A besoni se vërtet ndoshta me që po zgjatë dhe mund të ketë diçka për cilën ka nevojë të diskutojnë ka shumë? Ndoshta janë duke diskutuar kandidaturën e Zonis Osmani. Për atë është duke zgjatë ka shumë. Sepse kanë zgjatur takimet kur kanë qenë të gjitha palët. Çdo kandidat tjetër do t'ja mbyllte derën. Zonis Osmani që të kthehej në LDK. Çdo kandidat tjetër i propozuar nga LDK. Po, ashtu edhe unë besoj. Besoj që vetëm Zoni Osmani mund të... Kjo do të ishte mirë për parti tjera, po jo për LDK ndoshta. Në rast se kanë interes që ta kenë Zoni Osmani. Po edhe që të mos ta harrojmë, nëse LDK propozon një kandidat tjetër për president, atëherë unë konsideroj që do të jetë fundi politik i Zonis Osmani. Ose një iniciativë e re ndoshta. Me iniciativë dim se ku do dalë Zoni Osmani, nuk do ta kaloj as pragun, që do të jetë një fundi i saj politik. Pra, do të mbesë edhe për, po themi, 4 vite të tjetë. Ky do të jetë, në rast se shkohet në zgjedhje, ky do të jetë momentumi, po themi, i Vjosa Osmani që të kthehet në politikë, sepse për ndryshe do t'i bie edhe 4 vjet të tjera pa pas. Edhe Zonis Osmani nuk i kanë mbetur shumë dyrë hapur. I ka mbetur vetëm dera që të kthehet në LDK. Opsioni për të për shpëtimin e saj në politikë ka mbetur vetëm që të kthehet në LDK, sepse ndryshe nuk mund të shpëtojë Zoni Osmani. Nëse krijon iniciativë të sajën për zgjedhje, vjen keq, po nuk e kalon pragun. E qartë, po sigurisht sa po të përfundoj takimi, palët do të deklarohen dhe do të jemi direkt edhe nga kuvendi atje ku po mbahet takimi. Dua t'ju falenderoj shumë që ishit sot në studion e Mesditës. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën. Ndërkaq nga këtu